Nga ndryshimet në kodin penal, dekriminalizimi shpifjes dhe akti normativ i buxhetit për vitin 2025 do të jenë pjesë e diskutimeve në seancën e sotme të Kuvendit. Ligjet miratuan këto ndryshime në buxhet ku qeveria vendosi që 15 miliard lekë kalojnë në skemën e pensioneve për financimin e reformës së re. Kryebashkiaku Erion Velia i paditi presidencën dhe prokurorin e SPAK Olsi Dado dhe gjyqtari që do të shqyrtoj këtë padinë administrative do të jetë Hasbi Balliu. Velia i kërkon pavlefshmërinë e dekretimit të emërimit të detyrë të prokurorit të posaçëm Dado me pretendimin se nuk ishte ndjekur shkollën e magjistraturës. Presidenti amerikan Donald Trump po zbut luftën e tij ndaj emigrantëve të paligjshëm duke larguar një nga komandantët që kryenin operacionet e ashpra në Minnesota. Në vend të tij do të dërgohet Tom Homan, që njihet edhe si cari i kufirit, një lëvizje që është përshëndetur nga republikanët. Mirëmëngjes, nderuar teleshikues, dhe mirë se vini në A2 sot. Menjëherë do të shkojmë në lidhje të drejt për drejt, do të ndjekim në këtë moment deputeten e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, e cila është duke folur për gazetarët, po shpjegon pikërisht amendamentet e propozuara prej saj për sa i përket kodit penal e veçanërisht dekriminalizimit të shpifjes. E ndjekim. Kodi penal do të përdoret si kërcënim ndaj gazetarëve për të seleksionuar ato gazetarë që do t'i kërcënojë me burg e ato të tjerë të cilët do t'i lejojë që të vazhdojnë të shpifin, të fyejnë, të intimidojnë. Kjo nuk është Shqipëria as europiane, kjo nuk është një vend normal, e ka Maqedonia, e ka Malizi, e ka Kosova, komplet të dekriminalizuar shpifjen. Ndërkohë që qeveria shqiptare përdor akoma si kërcënim. Të mos ju them që Shqipëria në fushën e medias është një nga fushat që ka përkeqësimin më të madh në raport me të gjithë treguesit. Mos ju them që është kriter bazë në grup themelore, sepse këto janë çështje që ju i dini. Sot ne duhet marrim një vendim të qartë, do të marrim vendimin për t'ju bashkuar standardeve europiane apo do ta përdorim përsëri median si formë presioni. Fatkeqësisht Shqipëria shqiptare gjithmonë zgjedh të parën. Për këtë arsye, megjithëse ne bëm një proces transparent, gjithë përfshirës, u konsultua me Komisionin Evropian dhe sollëm një draft që mban firmën dhe mbështetjen e të gjithëve, përsëri majoranca do ta refuzoj. Dua ta mbyll duke thënë që procesi i integrimit nuk është një proces letër, nuk është një proces ligjesh që nuk zbatohen, nuk është një proces standarde që i kupton vetëm qeveria. Është një proces për Shqipërinë, për shqiptarët dhe në këtë rast edhe për median. Dhe këto standarde ne sot nuk kemi për t'i arritur me këtë miratim, nuk kemi për t'i arritur as nesër me miratimin qoftë dhe propozimeve tona, po ishte nisja e një rrugë të gjatë për t'i dhënë zgjidhje gjithë problemeve që ka media, duke nisur me dekriminalizimin, duke vazhduar me paditë publike për shpifje ndaj gazetarëve, duke vazhduar me mbështetje për sa i përket sigurinë shoqërore shëndetësore të gazetarëve dhe duke vijuar me shumë shqetësime tjera që jo vetëm ju keni, por e gjithë fjala e lirë ka në Shqipëri. Ka ndoj pyetje, ndoj koment, ndoj shqetësim? Është herë. Në fakt jo, dua vetëm të saktësoni, ju keni treguar në komision disa letra që thonë që janë nga Komisioni Evropian. Çfarë ka kërkuar konkretisht Komisioni Evropian për qeverinë shqiptare dhe si është e mundur që pavarësisht se një proces negociues, qeveria të vinë me një draft që të cëngon ose të cungon rekomandimin e Komisionit Evropian. Unë kam këtu të gjitha komentet e Komisionit Evropian dhe Komisioni Evropian në përfundim thot, ne sugjerojmë që burgu, por njëkohësisht dhe të gjitha sanksionet e tjera, për sa i përket fyerjes dhe shpifjes, duhet të jenë të gjitha të përjashtuara për të gjithë individët, duke përfshirë edhe rastet e agravuara, sigurisht që kjo pastaj do të jetë subjekti i kodit civil. Ne në 119, 120 dhe 268 i kodit ekzistus penal duhet të shfuqizohen dhe njëkohësisht tregon dhe masa tjera që duhen marrë. Qeveria shqiptare është angazhuar pranë Brukselit që këto masa do t'i përfshi në kodin e ri penal që është duke u diskutuar. Si fazë të parë kanë prezantuar këtë, sepse është një nga këto objektivat e ndërmjetëm, ndërkohë që nuk arrihet absolutisht asgjë me propozimin që ka sjellë qeveria shqiptare, sepse në praktikë ai nuk ka për të funksionuar. Janë angazhuar që mbas 6 muajsh në propozimet e plota të kodit, kur ato të vinë, këto dy nene nuk do të ekzistojnë. Zoja Tabaku kanë paqartër si mundet që Brukseli të mjaftohet me të gjithë ndërmjet me kusht jo funksional. Ata nuk e njohin realitetin apo çfarë ndodh. Ky është edhe shqetësimi im dhe për këtë arsye i bëj thirrje që të gjithëve, sidomos atyre që e kontrollojnë, e monitorojnë, e skrutinojnë, e analizojnë Shqipërinë në këto momente akoma dhe më shumë, që ta bëjmë procesin e integrimit për qytetarët. Mos ta bëjmë këtë për politikën, se askujt nuk i duhet asnjë letër e miratuar kot. Faleminderit.
Kemi ndikur kështu të nderuar teleshikues të deklarat për media që ka bërë zonja Irideta Baku, deputete e Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe kryetare e Komisionit Parlamentar të Mediave dhe Komunikimit, gjithmonë në lidhje me amendamentet e propozuara prej saj për ndryshimet në Kodin Penal, veçanërisht për ligjin për dekriminalizimin e shpifjes, e cila sigurisht që prek drejt për së drejti gazetarët, por për të komentuar më shumë mbi atë çka zonja Baku tha, edhe çfarë do të ndodhi sot në seancën plenare të radhës, do të lidhemi në këtë moment me gazetarin tonë Ervin Koçi, i cili na pret në këtë lidhje të drejt për drejt përpara parlamentit. Ervin, mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Do doja së pari të na bëjë një koment të asaj çka ka deklaruar zonja Baku për media dhe cilat janë qëllimet e saj për të trajtuar pikërisht në këtë seancë plenare. Janë dy nisma për të ndryshuar kodin penal, të cilat do të shqyrtohen sot në seancën plenare, një propozuar nga Këshilli i Ministrave dhe një propozuar nga zonja Baku, që të dyja prekin një element që lidhet me dekriminalizimin e shpifjes. Sipas variantit të qeverisë, i cili është miratuar në Komisionin e Ligjeve, parashikohet që dekriminalizimi i shpifjes të jetë vetëm për punonjësit e mediave, vetëm për gazetarët, ndërsa amendamenti i zonjës Baku lidhte dekriminalizimin e shpifjes për të gjithë shoqërinë shqiptare, pra për çdo qytetar shqiptar të mos ishte më subjekt i kodit penal nëse ai pa ditë për shpifje, por sipas propozimit të zonjës Baku të ishte subjekt vetëm i kodit civil, pra të mos ishte burgu si ndëshkuese ndaj shpifjes, po të ishin sanksionet financiare në rast se shpifet apo fyet ndaj një individi apo zyrtari lart shtetëror. Gjitha gjasat janë që propozimi i zonjës Baku të rrëzohet në seancën sot në plenare, pas në gjitha rastet seanca e cila vendos nëse një ligj do të miratohet apo jo, dhe do të miratohet projekt ligji i depozituar nga ana e Këshillit Ministrave që çështjen e shpifjes se dekriminalizon në mënyrë të pjetshme. Ndërkohë, flasim pak për seancën e sotme plenare, ajo që fillon edhe pas pak ose në këto momente, cila është agenda e saj, cilat janë pikat kryesore që planifikohet të trajtohen dhe çfarë mund të ndodhë menjëherë pas protestës së Partisë Demokratike më datën 24. Është një seancë plenare me rend ditë të ngjeshur, të ngarkuar, ku sipas pikave të rendit ditës do të ketë një diskutim normal për secilin për tyre, mund të kalojë të 12 orë seancë plenare, ku gjasat janë pikat më të nxehta, janë kodi penal që pranon pak më parë, janë dy ligje të cilat prekin në reformën drejtësi, gjithashtu janë edhe nisma të depozituara nga ana e deputetëve, në konkretisht bëhet fjalë për nismën depozituar nga ana e dy deputetëve socialistë, zoti Balla dhe zonja Bylykbashi, të cilët kërkojnë ndryshimin e ligjit për komisionet hetimore, të cilat sipas propozimit të depozituar nga ana e tyre cënojnë pakën ky qendrimi opozitës, cënojnë mënyrën e funksionimit të këtyre komisioneve hetimore, ku është vendosur si klauzol që për të ngritur komisionin hetimor do duhet të gjetë dakordësi ndërmjet majorancës dhe opozitës, diçka e cila sipas deputetëve të opozitës në Komisionin Parlamentar për Çështje Ligjore, ku u shqyrtua ky projekt ligj, u shprehen se bie ndesh me vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila ja ka njohur këtë drejt opozitës për të ngritur komisionet hetimore sipas kërkesës së saj. Mbetet përpara se të shkojë debati në seancën sotme, përmendën që në fillim të kësaj lidhje është një seancë tetë gjatë ku krahas projekt ligjeve janë dhe shumë marrëveshje të cilat janë për të ratifikuar nga ana e Kuvendit të Shqipërisë. Të falenderoj shumë Ervin për të lidhje të drejt për drejt. Sigurisht më vonë do të kemi mundësi të lidhemi sërish së bashku, duke parë se si ka përtecur kjo seancë plenare, duke patur parasysh edhe tensionet e seancave të mëparshme. Për momentin punë të mbar dhe miru dëgjofshim. Të ndëruar teleshikues, ne ndajemi kështu nga gazetari ynë Ervin Koçi, i cili raportoi nga ambientet përpara Kuvendit të Shqipërisë, ku edhe fillon sot seanca parlamentare, ku mes të tjerave do të diskutohen ndryshimet në Kodin Penal, por edhe shumë tema të tjera, ashtu siç e dëgjuam edhe nga zonja Baku, po gjithashtu edhe nga gazetari ynë Ervin Koçi. Ne për momentin vazhdojmë me informacione të tjera, por gjithmonë duke patur vëmendjen apo një sy, si të thuash, në sallën e parlamentit. Gjykata Administrative e Tiranës ka shortuar padinë e kryebashkiakut Erion Veliaj kundër presidencës edhe prokurorit Olz Dado. Shorti ka përzgjedhur gjyqtarin administrativ Hasbi Balliu për shqyrtimin e padisë. Veliaj kërkoi pavlefshmërinë e dekretimit të emërimit në detyrë të prokurorit të posaçëm Olz Dado me pretendimin se nuk ishte ndjekur shkollën e magjistraturës. Ndërkohë edhe gjykata kushtetuese vendosi të shqyrtojë në themel ankimin e Erion Veliajt. Trupa prej 8 antarësh gjeti dakordsinë në seancën paraprake, duke kualifikuar ankimin e Veliajt si kompetencë lëndore të saj. Kryebashkiaku i Tiranës kundërshton në dyert e gjykatës kushtetuese shfuqizimin e masës shtrënguese të arrestit me burg dhe lirimin nga qelia. Krahas lirisë, kryebashkiaku kërkon edhe që shpenzime gjyqësore t'i ngarkohen prokurorisë së posaçme.
Në seancën e të hënës të dosjes Partizani, gjykata e posaçme i tha jo kërkesës së Jamarbër Maltezit për praninë e gazetarëve dhe të kamerave televizive gjatë procesit. Vendimi u konsiderua si frik nga Maltezi. Në parashtrimet hyrëse, i Pandeuri pretendoi se procesi ndaj tij ishte politik dhe se SPAK kishte fakte të falsifikuara në dosje. Trupi gjykues i dosjes Partizani në gjykatën e posaçme i dha përgjigje negative të hënën kërkesës së të pandehurit Jamarbër Maltezi dhe të gazetarëve për të transmetuar live në televizion seancën gjyqësore. Gjykata arsyetoi se prania e kamerave mund të ndikonte në ecurinë e procesit. Kjo edhe referuar numrit të madh të dëshmitarëve. Gjithashtu, transmetimin në media e seancës rrezikon ta ketë seancën në debat publik për të dëmtuar dhe ecurinë e gjykimit. Vendimi i gjykatës nuk u mirëprit nga Maltezi. Për fatkeq, prokuroria ka frikë, gjykata gjithashtu ju bind urdhrit për të mos lejuar kamerat në sallë, gjë e cila nuk e kuptojmë çfarë frike kanë. Në të njëjtën seancë, gjykata e posaçme u njoh me parashtrimet hyrëse të pandehurit Maltezi, që e konsideroi procesin ndaj tij si kryekuput politik. Fillimisht përmes avokatëve e më pas personalisht, i pandehuri pretendoi se SPAK kishte paraqitur fakte të falsifikuara në dosje. Prokurorët kanë falsifikuar 30 të paktën mbi 30 vende. Pra, kanë gënjur dhe kanë falsifikuar dokument zyrtar mbi 30 vende. Po për fat keq, to prokuror nuk ndihen kur Edi Rama me VKM personale 10 toka për kompaninë të vllait të tij. Ky është jo thjesht një gjyq politik, por është një nënshtrim i drejtësisë, është një përndjekje politike. Procesi ndaj dosjes Partizani, ku të pandehur janë ish kryeministri Sali Berisha, dhënë drejtia Jamarbër Maltezi dhe 6 të pandehur të tjerë të akuzuar për korrupsion dhe pastrim të parave, ndodhet në fazën e parashtrimeve hyrëse dhe të kërkesave për prova. Në seancat e kaluara, ish kryeministri Berisha kërkoi pyetjen e 140 dëshmitarëve, mes të cilëve edhe kreu të qeverisë Edi Rama. Gjykata e Tiranës zhvillon sot seancën për saktimin e masave të sigurisë ndaj të arrestuarve në protestën opozitare të së shtunës dhe do të lidhemi me gazetarin ton Armand Bajrami, i cili në këtë moment na pret pikërisht përpara gjykatës së Tiranës. Armand, të përshëndes dhe mirë se vjen. Flasim pra për masat e sigurisë për protestuesit e 24 janarit. Sa janë personat e ndaluar dhe akuzat ndaj tyre, si dhe çfarë presim pra, çfarë mase presim që të jepet ndaj tyre? Po Soela, në fakt në pak minuta pritet të nisë në gjykatën e kryeqytetit seanca gjyqësore për caktimin e masës sigurisë ndaj personave të arrestuar pas protestës opozitare të 24 janarit, protestë që u zhvillua fillimisht para godinës së kryeministrisë në bulevard Lind Dëshmorët e Kombit dhe më pas u zhvendos përpara godinës së Kuvendit të Republikës në rrugën George Bush. Janë 18 persona të cilët janë arrestuar nga ana e policisë shtetit si përgjegjës për kryer veprash penale gjatë zhvillimit protestës, si qoftë sa i takon hedhjes bombave molotov në drejtim të godinës kryeministrisë, por njëkohësisht edhe përdorimit forcës në drejtim të punonjësve të policisë, pra kundërshtimin me forcë të veprimeve të punonjësve të policisë gjatë protestës. Të 18 persona janë arrestuar në kushtet flagrancës gjatë orëve të zhvillimit protestës ose edhe pas saj, si persona të identifikuar si aktiv apo si persona që kanë kryer veprime të dhunshme në drejtim të institucioneve apo në drejtim të efektive të policisë së shtetit, dhe tashmë do të përballen me gjykatën dhe me kërkesën e prokurorisë, se cila do të jetë masa e sigurisë në cilën do të vijojë hetimin ndaj tyre. Përveç këtyre 18 personave të cilët janë të arrestuar, Suela, për akuzat të kundërshtimit të punonjësve të policisë, janë edhe 17 persona të tjerë të cilët janë proceduar penalisht në gjendje të lirë, 3 prej të cilëve të mitur, ndërkohë që 2 shtetas të tjerë janë të shpallur në kërkim nga policia e shtetit, po ashtu në lidhje me veprime të dhunshme të kryera gjatë protestës. Vlen të theksojmë faktin se thuajse një orë para nisjes së kësaj seance gjyqësore ditën e sotme në gjykatën e kryeqytetit, është vënë re një prani e shtuar e punonjësve të policisë të komisariatit numër 3 në ambientet rreth gjykatës, kjo si një masë sigurie në rast se do të ketë grumbullim personash në mbështetje të personave të arrestuar apo për çdo gjë që mund të ndodhë këtu, policia e shtetit ka marrë masa të paktën me një prani të shtuar të efektive të policisë.
Falenderoj Armand për këtë informacion. Do të lidhemi së bashku më njëherë pasi gjykata të japë edhe masën e sigurisë për të na njohur me vendimin e saj. Deri atëherë punë të mbar. Të nderuar televizionistë, ne ndahemi nga gazetari ynë Armand Bajrami, ndërkohë që do të vazhdojmë tani me lidhjen tonë të drejtpërdrejtë pikërisht me sallën e Kuvendit të Shqipërisë, aty edhe ku ka nisur seanca plenare për të cilën ne edhe folëm pak më parë dhe prezantuam së bashku me gazetarin ton Ervin Koçi. E ndjekim. Kodi penal i Republikës Shqipërisë të ndryshuar, pika e 10, projekt ligj për disa ndryshime në shtesën ligjin numër 7895 datë 27/1/1995, Kodi penal i Republikës Shqipërisë i ndryshuar. Pika 11, projekt ligji për disa ndryshime në ligjin numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Pika 12, projekt ligji për disa ndryshime në ligjin numër 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit drejtësisë të ndryshuar. Pika 13, projekt ligji për disa shtesa ndryshime në ligjin numër 8874 datë 29/3/2002 për kontrollin e lëndëve që përdoren për fabrikimin e palishëm të lëndëve narkotike dhe psikotrope. Pika e 14, projekt ligji për disa shtesa në ligjin numër 7975 datë 26/7/2095 për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope të ndryshuar. Pika e 15, projekt ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje. Pika 16, projekt ligji për lobimin në Republikën e Shqipërisë. Pika 17, projekt ligji për importin, eksportin dhe tranzitin e armëve të zjarit, komponentëve tyre kryesorë dhe municioneve. Pika 18, projekt ligji për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike. Pika 19, projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 20221 datë 4/2/2010 për mbrojtjen nga diskriminimi. Pika 20, projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 8891 datë 2/5/2002 për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit. Pika 21, projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 97/2013 për mediat autovizive në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Pika 22, diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Fillojmë me çështje sipas rendit ditës. Pika e parë. Urdhro, Luciano Boçi. Zoti Boçi. Kryetar, zoti Peleshi, kur ka marrë fjalën në seancat e mëparshme, ishte fjala parë dhe kam përcaktuar, kam paralajmëruar që po tentohet që kjo hapësirë të bëhet një hapësirë pa arsye. Pa thënë hapësirë e çmendur, se më dukesh fjalë shumë pejorative, me ngarkesë emocionale. Por sot po e shoh që kjo hapësirë jo pa arsye, po bëhet tërësisht e çmendur. Sepse ju listuat një seri projekt ligjesh, shumë të rëndësishme. Dhe të gjitha këto projekt ligje i keni ndërkallur, ndërfutur, përmbledhur në një seancë të vetme. Dhe kjo është komplet pa arsye, sepse dhe krahasimi me hapësirën e çmendur është i logjikshëm këtë rast. Por ajo hapësira e çmendur përtej parlamentit ka një arsye objektive. Është pa dashje, po të bësh i çmendur me dashje, bësh qesharak, ka shumë forma për të bërë qesharak. Te parlament po e bën i çmendur dhe qesharak njëkohësisht. Sepse ato projekt ligje që listuat, që ne i kemi përpara, se cili prej tyre mund kërkonte seancën vete. Nuk po themi këtë gjë, nuk e kërkojmë, është ekstrem, po të fusësh 19 projekt ligje, kaq të rëndësishme, në një seancë është për t'i kaluar kot, për t'i hedhur hisyve shqiptarëve, publikut. Pse duhet ta bëjmë me këtë gjë? Pse nuk shtojmë seancat, është kërkuar dhe më parë nga kolegët e mi. Hajde të shtojmë seancat e parlamentit. Nuk ka asnjë ndalesë për ta bërë një gjë të tillë. Kjo është për ta bukos parlamentin, për t'i marrë frymën parlamentit. Sepse e keni pas objektiv dhe e keni objektiv. Ky nuk është parlament, është kiosk. Hajde të kalojmë këtë, atë. Projekt ligje shumë të rëndësishme është projekt ligji për komisionet hetimore, do debat. Për dhunën, do debat. Dhe normal të gjitha projekt ligjet e tjera duan debat nga parlamentarët, sepse për këtë punë janë zgjedhur, sqarojnë edhe zgjedhësit e tyre. Nëse ne vazhdojmë kështu, atëherë kjo nuk ka kuptim.
Shtoni seancat, ka qenë kërkesë dhe jona në konferencën e kryetarëve. Ju lutem shumë, reflektojeni një gjë të tillë. Mos e çmendni më shumë te parlament. Faleminderit. Faleminderit, zoti Balla ka kërkuar fjalën. Ndoshta do duket sikur kemi bërë ndonjë marrëveshje, po edhe në funksion të asaj që sapo tha kolegu, bazuar në nenin 31.2 dhe nenin 49 të rregullores, do të kërkoja shtyrjen për një javë të shqyrtimit të 4 projektligjeve në rendin e ditës. Projektligji parë që kërkojmë shtyrjen, dhe shtyrjen në fakt që t'jem korrekt nuk po e kërkoj për propozimin e kolegut, por një farë mënyre kam të njëjtin qëllim, ka të bëj me faktin që janë projektligje të cilat duhen rakorduar fjalë për fjalë me Komisionin Evropian, prandaj i propozoj seancës sipas parashikimit rregullores që projektligji për disa shtesa ndryshimin në ligjin 8874 datë 29/3/2002 për kontrollin e lëndëve që përdoren për fabrikimin e palishëm të lëndëve narkotike, projektligji për disa ndryshime në ligjin numër 7975 datë 26/7/95 për barën narkotike dhe lëndë psikotrope të ndryshuar, projektligji për parandalimin e konfliktit interesave në ushtrimin e funksioneve publike, projektligji për disa shtesa ndryshimin në ligjin 10221 datë 4/2/2010 për mbrojtjen nga diskriminimi, të shtyen për javën pasardhëse, siç e kemi të përcaktuar edhe në kalendarin e punimeve të Kuvendit, kështu që e lehtësojmë disi edhe kalendarin ose agjendën e ditës sotme, dhe besoj që dhe kolegët e opozitës janë dakord, me qenë se kishte një propozim për të reduktuar numrin e çështjeve që shërtojmë, ndërkohë për 2 çështje që nuk kanë diskutim, por që nevojiten për punën e përditshme të komisioneve, do të kemi sjell 2 kërkesa për të përfshirë një projekt vendim për një shtesë në vendimin e Kuvendit për caktimin e përbërjes komisionit të përhershme dhe një tjetër për përcaktimin e antarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përhershme, do kërkoja zotit kryetari Kuvendit në zbatim të normës së rregullores ta hidhni në votim këtë kërkesë. Faleminderit, e kam administruar kërkesën tuaj me shkrim dhe do ta procedojmë te pika përkatëse e njoftimeve. Ndërkohë ka kërkuar fjalën për procedurë edhe zoti Gerald Kapri dhe zonja Jorida Tabaku. Zoti Kapri. Faleminderit zoti kryetar. Në fakt nuk është ka të bëjë thelbi se sa çështje kemi në rendin e ditës zoti kryetar, por me faktin se si ne diskutojmë projektligjet. Dhe parlamenti është kthyer në një zyrë noterie. Dhe unë nuk e kuptoj cili është kriteri që disa u dashkan hequr e disa tjera jo. Për shembull kemi një projektligj që është shumë i diskutueshëm në ndryshimet për kodin penal, ku kjo qeveri kërkon që të regjistroj gazetarët. Kemi kundërshtimin e hapur të Komisionit Evropian, kemi kundërshtimin e gjithë organizatave shoqërisë civile dhe gazetarëve, të cilët thonë që ky është i ligj i pazbatueshëm. Nuk ka asnjë praktik ku qeveria thot në ligj që u dashkan të regjistrohen gazetarët. Pra unë nuk pres që qeveria të di se kush është gazetar dhe kush jo. Kështu që do kërkoja që kjo të rriqet nga seanca e sotme, meriton një debat më të gjerë, të respektojmë të gjithë procedurën që kemi edhe në bashkëpunim me Komisionin Evropian për diskutuar disa ligje të cilat janë vërtet thelbësore dhe nuk mund të kalojnë kaq lehtë, sepse ka interes qeveria që disa gazetar nesër t'i procedoj dhe t'i intimidoj. Së dyti, zoti kryetar, ka dhe një çështje me shumë rëndësi, të cilën nuk mund të harojmë. Nesër keni kërkuar mbledhjen e Këshillit të Mandateve, po pa bërë asnjë lloj transparence se çfarë do bëhet nesër. Sigurisht presim një vendim historik të gjykatës kushtetuese sot, por çështjet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Pyetja që kam edhe për ju, zoti kryetar, është çfarë parashikoni të bëni nesër? A kemi një afat se kur do procedoni me
heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, edhe pjesa tjetër, zoti kryetar, është, ju lutem shumë, na bëni transparencë dosjen që ka sjell prokuroria. E ka sjell për 140 deputetët, ne kemi bërë një kërkesë për ta marrë atë dosje, jemi të gatshëm të nënshkruajmë për sekretin hetimor të asaj dosje, por jemi deputet, do na kërkohet të votojmë nesër. Ne nuk e dim se çfarë do votojmë nesër, zoti kryetar. Kështu që mos e mbani fshehur, ju e dini që nuk mund ta mbani fshehur përgjithmonë, por nëse doni të mbani koston politike për ta mbrojtur politikisht, mbaheni, por të paktën mos u fshini mbas procedurave. Faleminderit. Po, ju lutem, ju dhe deputetëve të tjerë të mos spekulojmë me procedurën. Ju bët një fjalim politik, bët disa pyetje, nuk jemi asë në seancë pyetje përgjigjet. Zyra ime është e hapur, mund të vini në çdo moment të merrni informacione dhe të bëjmë transparente të gjitha proceset në Kuvendin e Shqipërisë, por mos përdorni hapësirën e procedurës, e cila është në mënyrë shumë strikte e përcaktuar në rregullore se ç'do të thotë, çfarë është procedura. Për më tepër kemi një ditë shumë të gjatë sot dhe nëse marrim kohën e njëri tjetrit duke dalë nga rregulloria, vetëm sa e rëndojmë akoma më shumë ditën. Zëna Tabaku. Zoti kryetar, edhe unë në fakt duhet t'i bashkohem shqetësimit të zotit Boçi për sa i përket procedurës legjislative të njësër ligjesh që janë duke u diskutuar në parlament, që lidhet edhe me rendin e sotëm të ditës. Nuk është e mjaftueshme që 4 ligje të hiqen nga rendi i ditës. Një pjesë e madhe e këtyre ligjeve nuk kanë kryer procesin e konsultimit publik. Për shembull, ligji për lobimin, unë kam me qindra komente të shoqërisë civile sepse ligjet, të gjitha ato që kanë ardhur në komisionet parlamentare, po vinë me minimumin e kohës së nevojshme, jo vetëm për konsultim, po dhe për diskutime në komisione. Ligji për armatimet është një ligj tjetër shumë problematik që ne ka nevojë ta diskutojmë dhe ta konsultojmë më gjerë. Ndryshimet në kodin penal që kanë ardhur këtu, një pjesë e tyre nuk janë konsultuar. Qeveria shqiptare sjell tinëzisht bashkë me ndryshimet për median, të cilat janë të papranuara dhe të parakorduara, të pakonsultuara, masa shtrënguese për sa i përket penaliteteve ndaj qytetarët. Ka nevojë që procesi parlamentar, zoti kryetar, të jetë transparent, të jetë gjithëpërfshirës. Ka nevojë që këto ligje ne t'i diskutojmë dhe t'i debatojmë jo vetëm mes komisioneve parlamentare për gjysmore, por t'i diskutojmë me grupet e interesit. Zoti kryetar, unë e thash dhe në konferencën e kryetarëve, procesi i integrimit nuk është një proces letrash që miratojnë këtu në parlament, po është një proces ndryshimi në realitet dhe nuk ka për të ndodhur asnjë ndryshim nëse procesi që ju kryeni është ky. Për këtë arsye i bashkojmë kërkesës zotit Boçi për të tërhequr nga rendi i ditës të gjithë ato projektligje që nuk kanë kryer një proces të rregullt parlamentar, të gjithë ato projektligje që nuk janë konsultuar, të gjithë ato projektligje që nuk kanë dakordsinë e Komisionit Evropian, dhe i bëj thirrje të gjithë kolegëve t'i bashkojmë me propozimin që Partia Demokratike ka për kodin penal si të vetmi propozim të konsultuar, jo vetëm me Komisionin Evropian, po njëkohësisht dhe me të gjitha grupet e interesit. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Blushi. Më pas zoti Bozdo. Dua t'ju kujtoj, zoti kryetar, se funksioni themelor i një parlamenti është të miratoj ligje për qytetarët. Ndaj dua të jemi drejt për drejt me kërkesën time, hiqni dorë dhe të rishni nga rendi ditës projekt ligje që nuk synon asgjë tjetër veç se të mbrojnë interesat mafioze të Edi Ramës. Hiqni nga rendi ditës projekt ligjin e lobimeve, që nuk ka asnjë lidhje me interesin publik. Është projekt ligji i Charles Megonigalit. Hiqni projekt ligjin për të futur duart, projekt ligj mafios në sistemin gjyqësor. Hiqni ndryshimet nga kodi penal. Dhe me që jemi te kodi penal, unë prisja sot që Ministra e Brendshme të ngrinte kokën, të dilte aty në foltore dhe t'jepte llogari. Sot jo Molotovi, jo. Sepse Molotovin po e sillni ju edhe në këtë sallë. Por dua t'ju kujtoj, sot në burgjet tuaja janë protestues paqësorë. Sot Ministra e Brendshme duhet t'jepte llogari. Si ka mundësi që keni arrestuar një minoren? Si ka mundësi që elmuat qytetar të pafajshëm, protestues paqësorë?
Kjo sot duhet jetë çështja kryesore e rendit të ditës. Përpjekja juaj për të zhvilluar gjoja një seancë normale, edhe dashamirësia juaj për gjoja për të tërhequr nga disa projektligje nuk ka më vend. Interesi publik duhet jetë e vetmja çështje kryesore që duhet diskutuar në këtë sallë. Ndaj ki guximin ministre ngrije kokën, dil aty edhe jep sqarime. Përse ke arrestuar dhe po mban sot në përburgje qytetar të pafajshëm që nuk kanë kryer asnjë krim. Qofse është krim të protestosh për hajdutëritë tuaja, ky nuk është faji tyre. Çohu jep sqarim aty. Përse ke arrestuar qytetar të pafajshëm? Përse ke arrestuar një minoren? Qofse trembemi dhe nga një 10 vjeçar, ky nuk është faji jon. Dhe nuk është faji atyre qytetarëve sot. Sot në burg duhet ishte Edi Rama, Belinda Balluku, Ergys Agasi dhe jo njerëz që protestojnë për bukën e gojës. Dhe që shohin këtu, mjafton dini aty në oborën e parlamentit. Edhe jepni fund se paratë të shëmtuar me këto makina luksoze përballë një populli që s'ka bukë të ajë dhe s'ka ujë të pishëm. Jeni bërë si Gaddafi, me bodyguard e gra na vini këtu. Jepini fund kësaj shëmtie, çohu jep llogari. Zoti Bozdo, keni diçka për procedurë apo edhe ju fjalim politik? A mund të flas zoti kryetar? Po, për procedurë vetëm. Pikërisht për procedurë, po procedura është shumë e lidhur me atë çfarë ju bëni dhe aktet tuaja janë politike. E po e marr një shembull konkret siç është rasti i ligjit për lobimin i cili jo vetëm si tha kolegja Tabaku ka kaluar me shpejtësi dhe pa marrë edhe mendimin dhe konsulencën e grupeve të interesit, por praktikisht është një ligj shumë i rëndësishëm që propozohet në kulmin e një debati evropian për çështje të interferencës së vendeve të treta. Propozohet kur edhe Parlamenti Evropian kanë diskutim një direktiv paket për mbrojtjen e demokracisë, akti për mbrojtjen e demokracisë që quhet, që merr në shqyrtim interferencën e vendeve të treta, jo miqësore me Bashkimin Evropian, dhe mendoj që të paktën ky projekt ligj për mungesë konsultimi me grupe interesi, si dhe për nevojë të domosdoshme për të zgjeruar më tej me zhvillimet e fundit që ndodhin në rastin e Komisionit Evropian e Parlamentit Evropian, duhet të riqet nga rendititës për t'i dhënë hapësirën e mjaftueshme për të ridiskutuar në grupe interesi, ndoshta në komisione, po t'jetë e mundur, po pse jo në një seancë plenare e cila vërtet japi kohën që meriton. Dhe këtu ngresh shqetësimin që e kam ngritur disa herë për ai që ngrit nga zoti Boçi, që ngrit nga shumë kolegë, për mënyrën se si serviren këtu në emër të integrimit evropian paketa tëra ligjore, të cilat për fat keq nuk marrin kohën e dur për të konsultuar. Nuk mundet dot që të vrapojmë me një shpejtësi maramëndse, duke lënë pas atë që është thelbësore për çështjet të përgatitjes legjislacionit të mirë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, që është konsulenca dhe marrja e mendimeve nga të gjitha grupet e interesit dhe sigurisht dhe dëgjimi i opozitës në çështjet që ajo i konsideron me rëndësi të veçantë. Faleminderit. Faleminderit. Fjala për zotin Agjinasto, më pas zoti Malaj. Në fakt e kam përmendur edhe më parë në këtë sallë. Kam kërkuar që të tregohet një respekt dhe vëmendje e duhur për mënyrën se si miratohen ligjet në të parlament. Dhe jam referuar pikërisht procedurave që kanë institucione që ne i marrim si shembull dhe përpiqemi t'i ngjajmë, flas për Parlamentin Evropian konkretisht. Dhe ju kam thënë që në rastet kur ka konsensus, një ligj duhet të trajtohet në 2 muaj minimalisht. Kurse këtu kalon në 2 ditë edhe kur nuk ka konsensus. Po kështu në Kongresin Amerikan, ka pothuajse 8-9 muaj që diskutohet një bill edhe për rajonin ton. Janë bërë 2 lexime. Kjo tregon që çdo gërm, çdo presje, çdo pikë ka rëndësi në ligje. Kurse këtu përballemi me situata ku sillen ligje të reja ndërkohë që mund të bëhen me amendime, ose bëhen amendime që ndryshojnë konceptet krejtësisht të ligjit. Kjo tregon që ka një mungesë të theksuar
të rëndësisë që japim vetë ligjit. Duket sikur sasia është më rëndësishme se sa cilësia. Ndërkohë që për fazën që jemi, për qëllimin ku duam të shkojmë Bashkimin Evropian, duhet i kushtojmë rëndësi shumë më të madhe të cilësisë së ligjeve që miratojmë. Gjithashtu duhet të them, zoti kryetar, se shikoj disa defekte shumë serioze në mënyrën si zbardhen ligjet. Ndryshe diskutohen në komisione, ndryshe i shohim tekstet, ndryshme i shohim në seancë plenare miratim dhe pastaj i shohim ndryshe të zbardhura. Kjo është një gabim shumë serioz dhe një vepër shumë e ulët e atyre që fusin duar dhe i bëjnë. Gjithashtu dua të them që duhet të ketë pak më shumë respekt për rastet kur ne kërkojmë ose bëjmë pyetje në për komisione dhe nuk na përgjigjen, do i çojmë me shkrim, thonë. Kjo nuk ndodh kurrë. Kështu ndodhi për një projekt energjie në Belsh, kërkuam bonitetin e tokës, nuk erdhi kurrë, ligji u miratua. Po kështu kërkuam, është sot ai marrëveshja me Italinë. Kërkuam shpjegime për 2-3 çështje të rëndësishme të marrëveshjes, nuk erdhën kurrë. Sot do miratohet ajo marrëveshje. Pra, mos të eci me atë konceptin që përdorim edhe për gjëra tjera, përdorim edhe për qeverisjen, jemi vendi që kemi më shumë sinonime për fjalën varitorbën, po tani nuk është koha për varitorbën. Tani është koha për cilësi, për përgjegjësi dhe respekt në procesin legjislativ. Zoti Malaj dhe më pas vijojmë me rendin e ditës. Faleminderit zoti kryetar. Në fakt, këtu kolegët e mi po kërkojnë debat parlamentar, po nuk po kalojmë në debat parlamentar. Me çfarë u diskutua deri tani nuk ka lidhje asgjë me rendin e ditës. Ne kemi bërë, kryetari i grupit parlamentar ka bërë një kërkesë për të ndryshuar rendin e ditës. Ju lutem në zbatim të rregullores të neni 31 të kalojmë në votim për të ndryshuar rendin e ditës dhe vazhdojmë me gjithë debatin parlamentar që me drejt mund ta kërkojnë dhe kolegët e opozitës. Faleminderit. Faleminderit. Dy fjalë lidhur me diskutimet për procedurë që ishin realisht procedurë, pra propozime për ndryshime të rendit ditës, tërheqje të projektligjeve. Unë kam vetëm një kërkesë me shkrim sipas rregullores, neni 31 nga kryetari i grupit Partisë Socialiste, që edhe u parashtrua këtu verbalisht, e cila do të trajtohet te pika tjetër, edhe do idhet në votim natyrisht. Ndërkohë, ju e dini rregulloren, ju lutem propozime që vinë në seancë për ndryshime në rendin e ditës duhet të respektojnë rregulloren nenin 31, për ndryshe unë nuk i marr dot nuk i fus dot në procedurë. Nuk jam dakord dhe po e them këtu projektligjet vinë nga komisionet, pra para se të pretendojmë për më shumë hapësirë për diskutimin e projektligjeve, që është legjitime natyrisht, së pari të shfrytëzojmë hapësirën në komisione. Shikoj që një pjesë e mirë deputetëve nuk kanë marrë pjesë në komisione kur janë diskutuar të projektligje dhe të paktën të respektojmë punën e kolegëve që me orë të tëra të zgjatura natyrisht kanë diskutuar për një paket projektligjesh që ka vetëm një arsye pse është ka qenë ngjeshur dhe arsyen e dim të gjithë, agenda e ngjeshur e integrimit evropian. Gjithsesi ndjes për komente. Sa i përket një vërejtje të zotit Axhinasto lidhur me zbardhjen e projektligjeve, ju lutem nëse keni një rast konkret na njoftoni. Normalisht projektligjet zbardhen pasi miratohen në seancë dhe siç miratohen në seancë, pra me gjithë ndryshimet që mund të ndodhin në seancë, por jo të ketë devijim nga varianti propozuar tu, të paktën në dienin tonë. Nëse keni një rast, ju lutem na e bëni me dije. Vijojmë me rendin e ditës, miratimi për zverbalit seancës plenare datës 19/01/2026, për zverbalin e keni marrë në rrugë elektronike. Ka ndonjë vërejtje për procesverbalin? Nëse jo, miratohet procesverbali. Pika e dytë, kalojmë te njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar një nismë deputeti, ju njoftoj se është ngritur grupi vullnetar klubi parlamentar për të rinjt. Në kuvend është depozituar kërkesa me numër protokolli 363 fraksion 1 dhe 363 fraksion 2, datë 26/01/2026 dhe kryetarit grupit parlamentar Partisë Socialiste për ndryshimin e rendit ditës së seancës sot me plenare, datë 27/01/2026, ku kërkohet të shtyhet me një javë me qëllim marrjen e konfirmimit nga Komisioni Evropian të projektligjeve të mposhtme duke u tërhequr nga rendi i ditës.
projekt ligji për disa shtesa ndryshime në ligjin numër 8874, datë 29/3/2002 për kontrollin e lëndëve që përdoren për fabrikimin e paligjshëm të lëndëve narkotike dhe psikotrope, projekt ligji për disa shtesa në ligjin numër 7975, datë 26/7/1995 për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope ndryshuar, projekt ligji për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike dhe projekt ligji për disa shtesa ndryshime në ligjin 10221, datë 4/2/2010 për mbrojtjen nga diskriminimi. Si dhe të shtohet në rendite, projekt vendimi për një shtesë në vendimin e kuvendit numër 64/2025 për caktimin e përbërës komisionet preshme të kuvendit dhe projekt vendimi për disa shtesa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 65/2025 për caktimin e anëtarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përreshme të kuvendit. Në bazë të nenit 31.2 dhe 49.3 të rregullores, propozuesi diskuton jo më shumë se 3 minuta dhe ka të drejtë diskutojë një folës pro dhe një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta. Besoj propozuesi e bëri diskutimin e vetë, nëse s'ka folës tjetër, po nëse thash. Nëse nuk ka, e them përsëri, nëse nuk ka folës kundër, nëse nuk ka folës kundër, do të vijojmë me pikën tjetër. Nëse ka folës kundër, të çoj dorën, shikoj dorën e zotit Bardhi, merrni fjalën 2 minuta. E para njerë tregon se sa serios jeni ju, zoti kryetari kuvendit, se propozimi që vjen nga grupi parlamentari PS është heqim ligjet nga rendi ditës, se do duhet i konsultojmë me Komisionin Evropian. Kjo ishte arsyeja e dhënë për të heqë 4 projekt ligje nga rendi i ditës së seancës plenare. Që do të thotë ju nuk jeni kujdesur minimalisht si kryetari i kuvendit që përpara se të hartosh rendin e ditës, të kontrollosh procedurën parlamentare nëse ka apo jo konsultim me Komisionin Evropian. Dhe tregon se si e përgatisni ju rendin e ditës. Së dyti, neni 31 që ju referuat, i referohet shtimi të rendit ditës, jo paksimi të rendit ditës. Që kështu kërkesa e bërë nga kolegët nuk bazohet në 31, se 31 është për diskutuar çështje të tjera jashtë rendit ditës. Dhe kërkesa që paraqiti kolegu Blushi është kërkesë në përputhje me 31 dhe nuk ka nevojë me shkrim, mjafton ta paraqesi një grup parlamentar edhe në seancë dhe mbështetet me ngritje në këmbë të deputetëve, që ministra e Brendshme të jap llogari për dhunën policore ndaj qytetarëve të pafajshëm nga policia e drejtuar nga një krye kriminal si Ilir Proda, një ushtar Isuel Çelës dhe klanit të troplineve. Kjo është një kërkesë procedurale që ju do duhet ta hidhni në votim. Do duhet jap shpjegim për përdorimin e lëndëve të skaduara, që dhe sot që flasim kemi probleme me frymarrjen për shkak një akti kriminal të policisë drejtuar nga zonja, edhe psi kanë thënë merru me zjarr fikset se Ilir Proda është mbi ty sa i takon policisë, është krim i organizuar mbi të, por kjo... Shumë faleminderit. 2 minuta keni, çfarë të përfundoni? Një fjali. Fjali e fundit. Kjo është një kërkesë që ju duhet ta hidhni në votim. Sa i takon kërkesës së tyre nuk ka bazë ligjore, nëse duhet hequr nga rendi ditës, se propozimi është ky, do duhet hequr kodi penal ku gjithë shoqatat dhe organizatat në mbrojtje të gazetarëve janë kundër, duhet hequr ligji për lobimin, duhet hequr ligji për shitjen e armëve dhe duhet hequr ligji që ngushton hapësirën për komisionet hetimore, një drejt kushtetuese e opozitës. Tani, nëse më citoni, lutem më citoni korrektsisht, sepse është minimumi i etikës. Dëgjoni deri në fund. Ju referova 2 neneve, jo vetëm neni 31, që është për shtimin e rendit e ditës, po dhe neni 49, që është për heqje, shtyrje të diskutimeve. Dhe në bazën e këtyre 2 neneve trajtohet së pari heqja nga rendi i ditës i 4 projekt ligjeve, të cilat janë në rend e ditës jo si shtat ju, po janë konform ligjit, për arsye shumë të kuptueshme, kërkohet të shtyhet me 1 javë
dhe shtimin e renditës i 2 projekt vendimeve sipas nenit 31. Kështu që ju lutem më të vëmendshëm nëse dëshironi ta ndërtoni diskutimin mbi bazën e diskutimit tim ose të fjalës time. Hedhim në votim të hapur me kartona propozimet për një ndryshim të rendit ditës. Kush është pro? $79 pro, kundër? Nuk ka, abstenim? Nuk ka. Kërkesa miratohet, vijoj me rend e ditës. Akti normativ numër 11, datë 19/12/2025 për disa ndryshime dhe shtesa, ju lutem mos më ndërprisni. Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 115/2024 për buxhetin e vitit 2025 të ndryshuar. Referuar në 73, neni pika 2 e rregullores. Ka pyetje? S'ka pyetje. Fillojmë diskutimet me paraqitjen e aktit nga nismëtari. Zoti Malaj, keni fjalën pa kufizim minutazhi sipas neni 47 të rregullores. Duhet ta paraqesni sipas rregullores. Jo, nuk e ke sjell me shkrim. Nuk pash deputet të ngrihen më këmbë. Zoti Malaj, fjala për ju. I nderuar kryetar, të nderuar deputet, të dashur qytetar, vim sot përpara jush për diskutimin dhe miratimin e aktit normativ për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin e buxhetit të vitit 2025, të miratuar tashmë nga Këshilli i Ministrave dhe që u hartua si një domosdoshmëri për të reflektuar disa ndryshime në buxhetin e vitit 2025. Ky akt plotson të gjitha kriteret kryesore, siç është nevoja për të reflektuar përkohshmërinë e zbatimit të tij, respektimin e kufive të fuqisë ligjore, si dhe domosdoshmërinë e miratimit nga ky kuvend. Për këtë qëllim, akti normativ adresoi në mënyrë të menjëhershme nevojën e mbështetjes së shtresave më në nevojë, siç janë familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike apo personat me aftësi të kufizuar, si dhe kujdestarët e tyre. Si dhe paralelisht me këtë, kemi garantuar edhe fondet e nevojshme për skemën e pensioneve. Qeveria Rama ka dëshmuar në mënyrë të vazhdueshme se mbrojtja sociale do të mbetet një nga prioritetet buxhetore. Përmes fondeve të dedikuara kemi synuar jo vetëm ruajtjen, por edhe rritjen graduale të mbështetjes sociale, duke ju përgjigjur nevojave reale të qytetarëve shqiptar. Për vitin 2025, mbështetja buxhetore për familjet që kanë përfituar ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar, arriti në vlerën 25.6 miliard lek apo 256 milion euro, përfshi këtu dhe fondin për bonusin e fundvitit. Ndërsa për kategorinë e pensionistëve, që përfshin bonusin plus indeksimin, fondi buxhetor u llogarit në rreth 120 milion euro. Në një kuadër ekonomik që kërkon kujdes dhe balancë në vendimarrje, ne kemi zgjedhur që të mbështesim ato shtresa të cilat kanë më shumë nevojë. Ndaj edhe nëpërmjet këtij akti normativ, ne synojmë transferimin e të gjitha fondeve të buxhetit 2025, të cilat nuk janë përdorur nga ministritë apo institucionet buxhetore, të transferohen në llogarinë e mbështetjes së pensionistëve pranë Bankës së Shqipërisë. Këto fonde do të përdoren me vendim të Këshillit Ministrave. Gjithashtu, nëpërmjet aktit normativ, ne synojmë mbështetjen e shtresave të nevojë, por nga ana tjetër edhe rialokimin e kursimeve të evidentuara gjatë periudhës janar-nëntor 2025 drejt programeve apo projekteve të cilat kanë pasur një ecurim më të mirë. Paralelisht, me këtë akt normativ, kemi bërë dhe një shpërndarje të brendshme të fondeve me efekt neutral në deficitin buxhetor në funksion të rritjes së efikasitetit dhe përmirësimit të zbatimit të projekteve. Të nderuar deputet, përpara se sa të vijoj me elementët kryesor të këtij akti, më lejoni të bëj një paraqitje të treguesve kryesor makroekonomik dhe fiskal për të kuptuar më qartë bazën nga e cila ne jemi nisur për të bërë ndryshimet e propozuara.
Prodhimi i brendshëm bruto në vitin 2024 u rrit me rreth 4%, ndërsa gjatë 9 mujorit të vitit 2025 rritja ishte 3.7%, duke u mbështetur kryesisht nga konsumi i brendshëm dhe nga investimet. Ne parashikojmë që viti 2025 të mbyllet me një rritje ekonomike prej 3.9%. Sa i takon borxhit publik, sipas vlerësimeve paraprake që Ministria e Financave ka kryer, ai pritet të jetë nën masën 54% të prodhimit të brendshëm bruto në fund të vitit 2025 dhe ky është niveli më i ulët i borxhit publik që kemi pasur që nga viti 2010. Sa i takon të ardhurave nga tatimet dhe doganat, sipas të dhënave paraprake, për vitin 2025, ato u realizuan në vlerën 496 miliard lek, ose rreth 400 milion euro më shumë se viti 2024, duke shënuar një rritje prej 9% dhe një realizim të planit vjetor në masën 99.3%. Të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore shëndetësore për vitin 2025 u realizuan në masën 172 miliard lek, me një rritje prej 16.7 miliard lekësh apo 167 milion euro më shumë se sa viti 2024, apo me një rritje prej 11%, si dhe një tejkalim të planit me rreth 711 milion lek. Në total, të ardhurat nga tatimet, doganat dhe kontributet, sipas të dhënave paraprake, u mblodhën në vlerën 668 miliard lek, me rreth 560 milion euro më shumë të ardhurat të arkëtuara krahasuar me vitin 2024 dhe me një realizim të planit vjetor në masën 99.6%. Janë pikërisht këta tregues që pasqyrojnë stabilitetin e financave publike dhe përforcojnë besueshmërinë ndaj politikave tona fiskale, duke na lejuar që të bëjmë ndërhyrje të kujdesshme me përgjegjësi për të optimizuar përdorimin e fondeve publike. Ndaj, edhe në këtë kontekst, me anë të këtij akti normativ, ne synojmë mbajtjen të pandryshuar të totalit të ardhurave buxhetore, rishpërndarjen e rreth 30 miliard lekëve kursime të evidentuara për realizim sa më të plot të shpenzimeve publike në buxhetin vjetor, si dhe ruajtjen e pandryshuar të deficitit buxhetor për vitin 2025 në nivelin e planifikuar në fillim të këtij viti, në fillim të vitit 2025 në masën 61.64 miliard lekë. Në krahun e shpenzimeve, nënvizoj se totali i tyre nuk pëson ndryshime, duke reflektuar vetëm rialokime midis zërave buxhetor dhe me një efekt neutral. Në zërin e shpenzimeve korrente, ndër alokimet kryesore mund të veçojmë mbështetjen financiare të disa kategorive në nevojë në masën 15.000 lek, ku kanë qenë rreth 148.500 përfitues që vinë nga familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar, si dhe kujdestarët e tyre, me një efekt financiar për buxhetin e shtetit në masën 2.23 miliard lek. Sipas të dhënave që disponojmë, bonusi për familjet me ndihmë ekonomike deri ditën e premte ka patur një realizim në masën 98.4%, ndërsa për personat me aftësi të kufizuar, realizimi i këtij buxheti ka qenë në masën 99.5%. Gjithashtu nëpërmjet këtij akti parashikojmë transferimin e të gjitha fondeve të papërdorura në mbyllje të buxhetit të vitit 2025 në llogarinë e mbështetjes së pensionistëve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që kemi bërë si Ministri e Financave, shuma që minimalisht dhe nënvizoj minimalisht do të kalojnë në këtë llogari është rreth 150 milion euro. Përmes këtij mekanizmi, ne synojmë që të krijojmë hapësirat të qëndrueshme për mbështetjen e kësaj kategorie, por nga ana tjetër pa rrezikuar edhe ekuilibrat fiskal. Gjithashtu kemi një financim shtesë nëpërmjet këtij akti normativ për fermerët në masën 2 miliard lek me qëllim mbulimin e të gjitha kërkesave të aplikantëve të skemës së mbështetjes që plotësojnë kriteret për masat mbështetëse për vitin 2025. Në total, fondi alokuar për vitin 2025, nga të cilët fermerët kanë përfituar drejt për drejt, shkon në masën 6.4 miliard lek dhe kjo është rreth 1.1 miliard lek më shumë se sa viti 2024.
Sipas dhënave që disponojmë, realizimi i fondit për skemat mbështetëse është në masën 90%, ndërsa për kompensimin e naftës është në masën 93%. Pagesat janë ende duke u kryer, kështu që besoj që realizimi do të shkojë drejt 100%-shit. Gjithashtu, nëpërmjet këtij akti normativ, kemi edhe një alokim për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për një fond shtesë rreth 1.76 miliard lek me qëllim mbulimin e nevojave për furnizimin me medikamente të QSOT-s si dhe në disa spitale tjera rajonale. Për Ministrinë e Brendshme alokohen 1.3 miliard lek me qëllim mbulimin e shpenzimeve të Policisë së Shtetit për kompensimin ushqimor, orët jashtë orarit, si dhe dietat në kuadër të sezonit intensiv turistik, krahas edhe shlyerjes së gjitha detyrimeve nga vendimet gjyqësore të IKMT-s. Sipas të dhënave të thesarit, plani i realizimit për zërin e pagesave jashtë orarit për Policinë e Shtetit është në masën 99.9%, ndërsa për dietat dhe ushqimet është në masën 99.7%. Sa i takon detyrimeve gjyqësore për IKMT-n, ato llogariten në masën 532 milion lek dhe ky fond është ezauruar totalisht. Pra të gjitha vendimet gjyqësore që ka pasur IKMT-ja janë shlyer 100%. Për Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit është parashikuar një shtesë fondi në masën 847 milion lek për organizimin e aktiviteteve sportive me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar. Në drejtim të shpenzimeve kapitale, mund përmendim rialokimin e rreth 10 miliard lekëve shtesë drejt projekteve të cilat kanë pasur një performancë më të mirë. Këtu mund përmendim rreth 5.8 miliard lek për transportin rrugor, për projekte me performancë të shpejtë, 4 miliard lek për transportin ajror, nga cilat 2 miliard lek shkojnë si mbështetje financiare për Alp Kontrollin, dhe ndërkohë 2 miliard të tjera do të shkojnë për shlyerjen e UAS që Alp Kontrolli ka ndaj AIC-s apo korporatës shqiptare të investimeve. Gjithashtu, kemi rreth 508 milion lek shtesë për sjelljes kanalizime për likuidimin e detyrimeve të projekteve të cilat kanë pasur një ecuri më të shpejtë. Nëpërmjet këtij akti normativ kemi alokuar edhe për Ministrinë e Drejtësisë rreth 200 milion lek për përshpejtimin e projektit të ndërtimit të Institutit të miturve, një projekt I cili natyrisht siguron kushte më të mira rehabilitimi dhe trajtimi dhe është edhe në linjë me politikat e qeverisë për mbrojtjen dhe reintegrimin e të miturve. Njëkohësisht kemi alokuar rreth 551 milion lek për Ministrinë e Evropës dhe punët e jashtme, para të cilat do të përdoren për blerjen e selisë diplomatike në Londër, një investim që është investim afatgjat dhe ul kostot e qeras për qeverinë shqiptare, nga ana tjetër forcon praninë tonë diplomatike në Angli, por mbi të gjitha rrit vlerën e aseteve të qeverisë shqiptare në metropole të rëndësishme botërore. Një vëmendje veçantë I është kushtuar edhe mbështetjes së njësive të qeverisjes vendore. Përmes këtij akti parashikohet alokimi 1.2 miliard lekëve për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të bashkive, për përmirësimin e situatës financiare dhe disiplinën fiskale në mënyrë që këto bashki të kenë hapësirat e nevojshme për rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët. Vlen për të theksuar që kjo mbështetje është substanciale, duke padur parasysh që totali I detyrimeve të bashkive është 2.7 miliard lek. Të nderuar deputet, në përfundim të fjalës time, dëshiroj të theksoj se ky akt normativ nuk është thjesht një instrument teknik I menaxhimit buxhetor, por një akt përgjegjësie politike dhe qeverisje për të menaxhuar jo vetëm buxhetin me përgjegjësi, por edhe me ndjeshmëri sociale. Akti normativ ruan ekuilibrat fiskal dhe garanton jo vetëm mbyllje më optimale të buxhetit vjetor 2025, por edhe në vimësinë e konsolidimit fiskal, qëndrueshmërinë afatmesme të financave publike, si dhe stabilitetin makroekonomik të vendit. Për gjitha sa thash më sipër, ju ftoj që ta miratojmë këtë akt normativ. Ju faleminderit. Faleminderit zoti ministër. Në bazën e 74 rregullore, zonja Milva Ekonomi, nëse dëshiron të diskutoni si kryetare e komisionit përgjegjës. Po. Zonja Ekonomi, fjala për ju 10 minuta.
Faleminderit zoti kryetar, të nderuar kolegë deputet, në fakt sot jemi në parlament pas një dite kur kryeministri i vendit zoti Edi Rama përshëndeti parlamentin e Izraelit në Knesset. Dhe në fakt besoj që të gjithë ndihemi krenar mbas atij fjalimit të zotit Rama. Unë e pyes aq shumë sa s'ka, sepse besoj duhet ta pyesësh edhe ti. Në fakt ai foli për gjëra që nuk na takojnë vetëm ne si pozit, po ju takojnë dhe juve si shqiptar. Se foli për disa vlera që janë aq të rëndësishme sa nuk ka. Ai foli për ato vlera që janë shumë të rëndësishme të popullit shqiptar, siç është për shembull besa, siç është për shembull besa ndaj mikut, toleranca fetare, siç është për shembull respekti që ne kemi për kujtesën kolektive, vlera që në një moment si ky janë të pashmangshme për t'i dhënë një mesazh historik botës. Dhe në fakt ky është mesazhi i rëndësishëm. Prandaj respektojnë të gjithë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, respektojnë të gjithë propozitën e re që Shqipëria ka marrë dhe për mbështetjen e demokracisë që bën. Por ky këndvështrim që kemi ne sot, që është një këndvështrim që kemi guxim dhe përgjegjësi morale, kur ka nevojë historia dhe Shqipëria edhe pse është e vogël është aty, është një karakteristikë që shoqëron mënyrën se si kjo qeveri bën politikën e vet. Dhe akti normativ i buxhetit është pikërisht kjo gjë që tregon se si ne bëjmë politikën, sepse ne nuk e shikojmë buxhetin thjesht si një mundësi shifrash, po ne e shikojmë si një mundësi që do të qëndrojmë në anën e njerëzve dhe në anën e së ardhmes. Në një botë të tronditur nga kriza dhe pasiguria, qëndrueshmëria makroekonomike e Shqipërisë, që është një fakt, tregon se qeveria shqiptare ka zgjedhur të investojë te puna, ka zgjedhur të investojë tek njerëzit, të investojë te dinjiteti social. Dhe ky tregon edhe një herë ky akt normativ, sepse që Ministria jone e Financave që drejton këtë punë e përballë me vendosmëri mënyrën se si i harton dhe i menaxhon financat. Dhe këtë e bëri me kujdes, kur mbas 11 muajve bëri një analizë të situatës makroekonomike në vend dhe pa edhe strukturën e shpenzimeve, pa prekur fare totalin e të ardhurave, pa prekur fare totalin e shpenzimeve, ajo bëri rialokim për 30 miliard lekësh të kursimeve që evidentoi gjatë 11 mujorit, duke ruajtur të pandryshueshëm deficitin buxhetor. Prandaj ne sot do të diskutojmë se si qeveria shqiptare mbyll vitin 2025 dhe si i përdor burimet e këtij buxheti për qytetarët në një moment që është vendimtar për ekonominë e vendit. Dhe ndërkohë, nga pikpamja legjislative, akti normativ numër 11 i dhjetorit vitit 2025 është një akt i nevojshëm, i përgjithshëm dhe plotësisht kushtetues. Ai mbështetet në nenin 101 të kushtetutës dhe respekton në mënyrë strikte 3 kriteret themelore: nevojën, urgjencën dhe përkohshmërinë. Dhe nuk e anashkalon fare kuvendit, përkundrazi i jep mundësi që të bëjë një diskutim dhe të shikojë interesin publik. Ky akt normativ nuk rrit taksat, nuk rrit shpenzimet, nuk rrit deficitin dhe nuk rrit borxhin. Dhe ajo që bën më shumë, vendos me mençuri atje ku është nevoja kursimet më të mëdha. Dhe meqense viti 2025 ishte një vit me qëndrueshmëri dhe meritje ekonomike pozitive, vlen të përmendim edhe një herë që rritja ekonomike e Shqipërisë ishte 3.75%. Rritja e fortë e numrit të turistëve për më shumë se 12.4 milion vizitor, apo ulja e papunësisë në vlera 8.1%, rritja e pagave në sektorin publik dhe inflacioni i kontrolluar tregojnë qartë që ekonomia jonë ecën përpara. Në një kohë kur e vazhdojmë ta mbajmë me shumë konsistencë, financat publike të menaxhuara me disiplinë dhe bilancin primar ta mbajmë neutral. Dhe këto nuk janë fare deklarata politike që bëhen nga foltoria, po janë edhe vlerësime që ka bërë Fondi Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë, që e rendit një nga ekonomitë me stabilitet më të lartë në rajon, dhe gjithashtu edhe me një politikë menaxhimi fiskal shumë të kujdesshme. Mirë po, ky akt normativ sjell në vëmendjen tonë që duhet mbështesim jetën reale të njerëzve. Pra ekonomia nuk ka kuptim nëse nuk shkon atje ku ka nevojë. Që kështu akti normativ së pari bën mbështetje sociale. Përfituan plot 148.000 qytetar me një shpërndarje të menjëhershme të një shpërblimi për 15.000 lekësh, që tregon se po lehtësojmë në mënyrë të qartë jetën e tyre të përditshme. Dhe kjo është një filozofi politike që ka kjo qeveri, që kur ekonomia
rritet, askush nuk mbetet mbrapa. Së dyti, pensionistët. Pensionistët kanë qenë kryefjala e buxhetit të vitit 2026 dhe përveç se rritjeve dhe bonuseve u premtua dhe premtimi po ndërtohet me kujdes për një revizionim të skemës së tyre. Dhe ky nuk është një slogan, ky është pikërisht një vizion dhe një shëmtim i kujdesshëm i financave publike. Fakti që këto kursime në pjesën për 150 milion euro kalojnë në Bankën e Shqipërisë për të ndërtuar pikërisht të reformë të pensioneve është një dëshmi e qartë e kësaj. Së treti, sektorët real dhe sektorët strategjik. Ky akt normativ mbështet fermerët, shëndetësi, infrastrukturë, siguri, turizëm dhe mbrojtje. Dhe fermerët mbështeten me 2.3 miliard lek, duke mundësuar mbulimin e gjitha aplikimeve që ato kanë bërë për skemat e tyre kombëtare apo për probleme që vijnë nga sëmundje të ndryshme. Shëndetësia merr fonde për medikamente, duke përdorur me kujdes kursimet e veta, sidomos për furnizimin e medikamente të QSU-s dhe spitaleve të tjera. Të nderuar televizionistë, ne shkëputemi në këtë momente nga seanca plenare e cila po zhvillohet në Kuvendin e Shqipërisë për të kaluar në një tjetër lidhje të drejt për drejt. Banka e Shqipërisë prezantoi raportin e tranzicionit të Bergzhit 2005-2026 Brave Old World. Ne ndjekim pak nga fjala që mbajti guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zoti Gent Sejko. Janë të ndërvarur nga sistemet e pensioneve dhe të kujdesit shëndetësor. Tashmë të ndryshime po ushtrojnë presion mbi produktivitetin, mbi financat publike, mbi përparësitë politike dhe mbi perspektivat e fatgjata të rritjes në rajone të ndryshme. Në Bankën e Shqipërisë kemi analizuar këto çështje dhe zhvillime demografike prej pothuajse një dekade. Plakja e popullsisë dhe emigracioni janë identifikuar herët në kohë si sfida përcaktuese për të ardhmen ekonomike të Shqipërisë. Vendi ynë pasqyron shumë nga tendencat e përshkruara në këtë raport të radhës. Plakjen e shpejtë të popullsisë, të kombinuar me largim të konsiderueshëm të rive dhe të popullsisë në moshë pune. Sipas parashikimeve të Kombeve të Bashkuara, këto dinamika pritet të vazhdojnë dhe të intensifikohen edhe në vitet në vijim, duke çuar në përmbysjen e piramidës demografike. Transformimi i shpejtë demografik por i formëson ekonominë dhe shoqërinë shqiptare, ndërsa këto të fundit tashmë përballen me sfida të ngjashme me ato të theksuara në raportin e tranzicionit të Bankës Evropiane. Evidenton rreth 2.4 milion banor, afërsisht 1/3 më pak krahasuar me vitin 1990. Ndërkohë mosha mesatare ka arritur pothuajse në 43 vjeç. Emigracioni, dikur i konsideruar si faktor lehtësues për papunësinë dhe për varfërinë, po shfaqet gjithnjë më shumë si një sfidë strukturore. Rritja ekonomike e qëndrueshme, nivelet historikisht të ulta të papunësisë dhe mungesat e fuqisë punëtore në sektorët kyç i kanë bërë më të dukshme pasojat afatgjata të ndryshimeve demografike, si për bizneset, ashtu edhe për familjet. Plagja e popullsisë ndikon si në kërkesën, ashtu edhe në ofertën agregate. Ajo ndryshon modelet e konsumit, dobëson inovacion. Popullsia ka ardhur në rënje të vazhdueshme, ndërkohë që mosha mesatare po rritet me shpejtësi. Regjistrimi i popullsisë i vitit 2023 evidenton rreth 2.4 milion banor, afërsisht 1/3 më pak krahasuar me vitin 1990. Ndërkohë mosha mesatare ka arritur pothuajse në 43 vjeç. Emigracioni, dikur i konsideruar si faktor lehtësues për papunësinë dhe për varfërinë, po shfaqet gjithnjë më shumë si një sfidë strukturore. Rritja ekonomike e qëndrueshme, nivelet historikisht të ulta të papunësisë dhe mungesat e fuqisë punëtore në sektorët kyç i kanë bërë më të dukshme pasojat afatgjata të ndryshimeve demografike, si për bizneset, ashtu edhe për familjet. Plagja e popullsisë ndikon si në kërkesën, ashtu edhe në ofertën agregate. Ajo ndryshon modelet e konsumit, dobëson inovacionin dhe produktivitetin, rrit kostot e prodhimit dhe në fund ndikon në çmimet, investimet dhe kapacitetin prodhues, duke përbërë kërcënim për qëndrueshmërinë afatgjatë të rritjes ekonomike.
Raportet dhe analizat e Bankës së Shqipërisë kanë theksuar vazhdimisht efektet negative të këtyre prirjeve mbi tregun e punës, pagat, dinamikat e inflacionit dhe potencialin afatgjat të rritjes së ekonomisë shqiptare. Megjithatë, ekonomia shqiptare ka treguar përshtatshmëri dhe qëndrueshmëri të lartë në vitet e fundit, e mbështetur nga inflacioni i ulët, rritja e qëndrueshme ekonomike, rritja e punësimit dhe e pagave, si dhe përmirësimi i llogarisë korrente. Kushtet e tregut përmes zbatimit të një politike monetare të kujdesshme, të qëndrueshme dhe proaktive, e fokusuar në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe në mbrojtjen e fuqisë blerëse. Që nga mesi vitit 2024, qëndrimi lehtësues i politikës monetare ka ndihmuar në ankorimin e prirjeve inflacioniste, në uljen e pasigurisë, në përmirësimin e kushteve financiare, duke çuar në ulje të kosteve të huamarrjes dhe në rritje të fortë të kredisë. Në të njëjtën kohë, sektori bankar ka vijuar të forcohet, duke shënuar përmirësim të treguesve të likuiditetit, të kapitalizimit dhe të cilësisë aktiveve, ndërkohë që rreziqet sistemike mbeten të kontrolluara. Ky pozicion i fortë financiar ofron siguri që sistemi bankar të vijojë të mbështesë aktivitetin ekonomik përmes një ndërmjetësimi financiar efektiv. Pavarësisht kësaj arritje, prirjet negative demografike në Shqipëri pritet të jenë të qëndrueshme. Studimet tona tregojnë se këto prirje katingjar të ushtrojnë presion në rënje mbi normat reale të interesit. Ky mjedis kufizon efektivitetin e politikës monetare konvencionale, pasi normat e ulta të interesit u lënë bankave qendrore më pak hapësirë për stimuluar ekonominë. Në të njëjtën kohë, ndryshimet demografike mund shkaktojnë ndërlikim edhe të dinamikave të inflacionit. Ulumtimet tona tregojnë se rritja e normës së pjesëmarrjes heshti, nuk caktoi datë, nuk dha shpjegime, shkeli ligjin. Jo thjesht sepse ligji ishte i paqartë, por sepse kryeministri kishte shpallur fermanin e bllokimit parlamentit, injorimin e kërkesës prokurisë posaçme dhe pengimin e drejtësisë. Përballë provave të korrupsionit, Niko Beleshi për turpin e tij zgjodhi të heshtë, të shkel ligjin dhe të zbatoj urdhrin politik. Me këto akte të rënda kundër interesit publik, është shumë e qartë se ky kuvend sot nuk i shërben interesit të qytetarëve. Ky kuvend po blen kohë kundër drejtësisë për të mbrojtur korrupsionin në nivelet më të larta të qeverisjes. Dhe një parlament i shërben kokulur për të bler kohë kundër drejtësisë, ai nuk shkel vetëm ligjin, ai tradhton besimin e qytetarëve. Turp, zoti kryetar, turp që shkelin ligjin për llogaritë korrupsionit. Një kryetar kuvendi ka vetëm një detyrë, t'i shërbej ligjit, jo kryeministrit. Por sot ky institucion nuk drejtohet nga ligji, por nga interesi personal i kryeministrit për t'i shërbyer, për t'i shpëtuar drejtësisë. Dhe kur kryetari i kuvendit nuk përgjigjet ndaj kërkesave zyrtare të deputetëve, nuk cakton mbledhjen që rregulloria e detyron, mbyll dyert e kuvendit dhe hesh pikërisht aty ku ligji kërkon veprim, heshtja e tij shndërrohet në mburoj politike, jo për qytetarët, jo për kuvendin, por për kryeministrin dhe korrupsionin që ai mbron. Le ta themi qartë dhe pa metafora, ky kuvend është kthyer në bunker të korrupsionit, jo sepse mungojnë provat, por sepse këtu bllokohet drejtësia me urdhër të kryeministrit. Zoti kryetar, ju nuk jeni betuar për të mbrojtur qeverinë nga drejtësia. Ne, deputetët e kuvendit, nuk jemi betuar për të mbrojtur të korruptuarit nga drejtësia. Ne jemi betuar t'i shërbejmë ligjit dhe sot për të fat keq ju dhe majoranca juaj keni zgjedhur të bëni të kundërt. Sot nuk keni mbrojtur kushtetutën, e keni vënë atë në shërbim të një kodi tjetër, kodi të korrupsionit dhe të mafjes politike të përfaqësuar nga Edi Rama, Belinda Balluku dhe Ergyll Sagasi. Përpara se të përballeni me drejtësinë, ktheuni zoti kryetar një çast në kohë dhe aty do të gjeni se ky kuvend ka njohur edhe shembuj të integritetit moral. Ka pasur socialistë të ndershëm që nuk ju nënshtruan vendimeve mafioze. Ato zgjodhën dorëheqjen në vend të turpit. E jap dorëheqjen për të mbrojtur në mënyrë më modeste dinjitetin e kuvendit dhe për të shmangur çdo rrezik të
të krizës midis institucioneve. Këto ishin fjalë të një ish kryetari socialist kuvendit 24 vite më parë, që mund t'ju shërbejnë edhe ju sot për të kuptuar ndryshimin mes integritetit dhe nënshtrimit, mes shërbimit ndaj ligjit dhe shërbimit të verbër ndaj kryeministrit. Por zoti kryetar, nuk kam asnjë iluzion, as ju dhe as shumë prej kolegëve tuaj nuk mund t'jeni të tillë, sepse integriteti kërkon pavarësi, kërkon liri. Ju nuk keni as njërën dhe as tjetrën. Për mbrojtu karrigen tuaj ju keni zgjedhur t'i nënshtroheni palishmërisë diktuar nga Edi Rama dhe Belinda Balluku kundër drejtësisë, kundër prokurisë posaçme në mbrojtje të korrupsionit. Keni 13 vite që përpiqeni në çdo formë dhe çdo mënyrë të impononi palishmërinë si normalitet, korrupsionin si reformë, propagandën si integrim, kontrollin si drejtësi. Po ne jemi këtu për ta refuzuar këtë normalitet të rrem, sepse asgjë nuk është normale në një vend ku parlamenti bllokon me qëllim, ku ligji shkelet për të mbrojtur korrupsionin dhe ku drejtësia sulmohet sa herë prek pushtetin. Dhe e keqja është se asgjë nuk ndodh rastisht. Pas çdo bllokimi, pas çdo palishmërie, pas çdo sulmi ndaj drejtësisë, qëndron Edi Rama me modelin antidemokratik të ushtrimit personal të pushtetit. Ky nuk është thjesht një kryeministër që toleron korrupsionin, është një kryeministër që orienton, e mbron dhe e përdor korrupsionin si mjet qeverisës. Korrupsioni në këto 13 vite nuk është aksident, është mënyra se si merrni vendimet qeveria e Edi Ramës, është mënyra se si shpërndani parat publike, është mënyra se si mbani pushtet. Korrupsioni është vetë sistemi juaj. Dhe ky korrupsion nuk është abstrakt, nuk është statistik, nuk është debat televiziv, nuk janë ca letra në dosjen e Spakut, sa do të rëndësishme janë ato. Korrupsioni prek jetën e përditshme të çdo qytetari, korrupsioni ka fytyrë, ka kosto dhe ka pasoja. Prandaj sot problemi i këtij vendi nuk është një vendim i vetëm, një zyrtar i vetëm, apo një institucion i vetëm. Problemi është një kryeministër që ka kthyer palishmërinë në sistem dhe sistemin në mburoj personale. Kjo është arsyeja pse drejtësia sulmohet sa herë i afrohet Edi Ramës. Kjo është arsyeja që parlamenti bllokohet dhe hesht sa herë ligji kërkon të veprohet. Kjo është arsyeja pse kushdo që i thotë jo sistemit neveritshëm të Edi Ramës shtypet, izolohet, diskreditohet apo detyrohet të largohet. Megjithatë, ka një gjë që akoma ky pushtet nuk e kontrollon dot: opozitën dhe ndërgjegjen qytetare. Ne nuk jemi këtu për të pranuar fatin që cakton Edi Rama, nuk jemi këtu për të heshtur, nuk jemi këtu për të mësuar me padrejtësinë, nuk jemi këtu për të pranuar që Shqipëria të qeveriset nga frika. Ne jemi këtu për të refuzuar të farz demokracie, për të thënë se ligji është mbi pushtetin, se parlamenti nuk është bunkeri korrupsionit dhe karteleve të drogës, se Shqipëria nuk është pronë private e Edi Ramës dhe shqiptarët meritojnë të udhëhiqen nga një qeveri e pa korruptuar. Faleminderit. Faleminderit zoti Bardhi. Fjalën ka kërkuar ministri i Mbrojtjes zoti Piro Vengu. Faleminderit kryetar, do doja të kërkoja me kuptimin e gjithë kolegëve që të riktheheshim rendit ditës dhe ndihmën e kryetarit për këtë efekt. Një element i rëndësishëm i aktit normativ të dhjetorit, dhe besoj se përbën interes për gjithë qytetarët dhe madje edhe për të gjithë anëtarët e kuvendit, është hera e parë që në akt normativ buxhet fundviti kemi një rritje të buxhetit mbrojtjes. Elementi parë, kemi 97% buxhetit mbrojtjes 25 totalisht ezauruar, që ka tregon të kundërtën e asaj fotografie të reme që tha parafolsi për sa i përket menaxhimit të financave publike, dhe gjitha këto realizohen duke ulur deficitin, duke ulur borxhin. Dhe sa herë që na akuzoni për keq menaxhim dhe për vjedhje, duhet të rikujtoni këtë fakt: ulje të borxhit, ulje të deficitit. Këto janë dy kriteret e mirëqeverisjes së nderuar, në qoftë se jeni ende të interesuar për mirëqeverisjen. Një element tjetër thelbësor të këtij akti normativ ka të bëjë me
kompensimet e dëmeve të zjarreve të vitit 2025. Edhe këtu është një shtet që reagon në kohë, reagon brenda vitit dhe fal këtij akti normativ kemi mundur që të ezarojmë gjithashtu dhe kompensimet për bashkitë e prekura nga zjarret. Kjo është fotografia e qeverisjes tonë, më pranë qytetarëve në nevojë, më pranë qytetarëve në rast të emergjencash dhe absolutisht të linjëzuar me angazhimet tona për sa i përket rritjes së buxheteve të mbrojtjes në funksion të rritjes së sigurisë kombëtare dhe sovranitetit tonë teknologjik. Ju falenderoj kryetar. Faleminderit zoti Vëngu. Fjalën ka zonja Antoneta Dhima. Zonja Dhima. I nderuar zoti kryetar, të nderuar kolegë, të dashur qytetar. Sot po diskutojmë një pasqyrë reale të mënyrës se si qeveriset vendi, një dokument që flet me shifra, me politika konkrete dhe me rezultate të prekshme për qytetarët shqiptar, për ata qytetarë të cilët na kanë votuar dhe na kanë besuar për një mandat të 4 qeverisës. Akti normativ për ndryshimin e ligjit numër 115/2024 për buxhetin e vitit 2025 është dëshmi e qartë e një maggioranze që qeverisë me përgjegjësi fiskale, me ndjeshmëri sociale dhe me vizion zhvillimi afatgjatë. Së pari, dua të theksoj një fakt thelbësor që opozita shpesh përpiqet të anashkalojë. Të artët totale buxhetore nuk ndryshojnë në këtë akt normativ. Deficiti buxhetor mbetet i pandryshuar 61.64 miliard lekë. Kjo do të thotë se nuk kemi rritur borxhin, nuk kemi rritur barën fiskale për qytetarët, nuk kemi bërë premtime elektorale të pambuluara. Përkundrazi, kemi bërë një rishpërndarje të rreth 30 miliard lekëve, kursime të cilat janë evidentuar nga performanca e mirë e 11 mujorit buxhetar. Të nderuar televizionistë, kemi ndjekur këtu një pjesë të seancës plenare e cila po zhvillohet sot në Parlamentin e Shqipërisë. Ne shkëputemi për momentin për të vazhduar me A2 Sot dhe me kronikat e përgatitura nga gazetarët e A2 CNN. Qytetarët vlonjat, edhe pse për dekada me radhë nuk kanë mundur dot të marrin zgjidhje për pronat e tyre, shprehen kundër largimit të zyrave të kadastrës së Vlorës drejt Tiranës. Kundër këtij vendimi janë shprehur edhe vetë punonësit e kadastrës, të cilët kanë pezulluar punën në shenjë proteste. Vendimi për zhvendosjen e kadastrës së Vlorës pranë zyrave të drejtorisë së përgjithshme të kadastrave në Tiranë është pritur me reagime jo vetëm nga punonësit e kadastrës, por edhe nga vetë qytetarët vlonjat, të cilët ende prej vitesh të tëra në dyert dhe zyrat e kësaj kadastre, pa gjetur ende zgjidhje. Largimin e zyrave drejt Tiranës disa e shohin si të gabuar, disa të tjerë shprehen se njësoj është, përsa ko asnjëherë nuk kanë mbaruar punë në kadastrën e Vlorës. Më mirë të vej të qënë në Bangladesh. Jo në Tiranë për të qënë një shtet tjetër, mase do regulojmë ata Bangladesh. Detyrimisht që jam kontraktuar largimit të asaj. Unë kam qenë në 2016 që po merre me kadastrën, me këta të tyre. Kam paguar 1.300.000 ku janë faturat. Ku janë faturat komplet. Edhe asnjë sqarim, asnjë punë, asnjë dokument më ka dhënë. Ti ke mundësi të iksh në Tiranë tani? Ka mundësi, unë zere do të më fjekë, jam i smur, me zëmër. Lezet i fare Tiranën nga bje, që s'kam dalë tutje, po. Ne ku zgjedhën problem këtu, nuk do zgjedhën Tirana, kush na pjot në Tiranëve? Ne këtu ditë për ditë s'kemi marrë një informacion nga këta. Po tani që do ikin Tiranë fare? Tani do shkajtohet më çdo krah. Si do bëjmë? Nuk e di. Si të jetë, si më thjetë këtu, unë kam 30 vjetë me dokumenta këtu, nuk po më zgjidhin, është e kotë. Po tani që do ikin fare? Po, njësoj, si atje dhe atje, edhe kjo është mos po më zgjidhin, kam 30 vjetë. AV0, kam bërë 3 milion lekë vetëm AV0. Po të tjera? Sa kaq, punonësit e kadastrës së Vlorës, pas peticionit për anullimin e vendimit të zhvendosjes drejt Tiranës, kanë pezulluar punën në shenjë proteste, ndërsa burimet bën me dije se ndaj tyre po ushtrohet presion në mënyrë që të përgatisin dosjet dhe dokumentacionet e zhvendosjes. Vetë punonësit kanë kërkuar mbështetjen e përfaqësuesve të tyre deputet për situatën e krijuar.
Kryeministri Edi Rama në fjalimin e gjatë në parlamentin e Kneset vlerësoi lidhjen e ngushtë dhe të hershme mes shqiptarëve dhe hebrejve. Në pranimi të kryeministrit Netanyahu, Rama tha se Hamasi është xhelati i Gazës, i cili duhet të çmontohet. Kryeministri izraelit vlerësoi kontributin e shqiptarëve për mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, ndërsa deklaroi thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Në ditën e dytë të vizitës në Izrael, kryeministri Edi Rama mbajti një fjalim historik dhe politik në Kneset, në parlamentin izraelit. Mes përfaqësuesve të lartë izraelit dhe në praninë të kryeministrit Netanyahu, kreu i qeverisë shqiptare bëri thirrje për paqe mes izraelitëve dhe palestinezëve, duke përdorur si shembull tunelet e torturave, modelet e komunizmit në Shqipëri, por dhe të Hamasit së fundmi në Gaza. Kreu i qeverisë Rama tha se Hamasi është xhelati i Gazës. Pa çmontimin e tij, nuk do të ketë paqe. Se xhelati i Gazës është Hamasi, askush tjetër përveç Hamasit. Its ideology of terror. Ideologjia e tij e terrorit kundër vetë popullit të vetë, më së pari, e kundër kombit hebre. Dogma e tij totalitare se asnjë jetë palestineze nuk vlen të jetohet derisa shteti i Izraelit të asgjësohet, derisa hebreu i fundit të zhduket nga toka e shenjtë. Prandaj derisa Hamasi të shmontohet e shpërbëhet plotësisht, 2 milion të burgosurit e tij nuk do të jenë kurrë vërtet të lirë dhe asnjë paqe nuk do të jetë gjatë. Në fjalimin e tij të gjatë, Rama solli në vëmendjen e izraelitëve përpjekjet e popullit shqiptar për mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Dhe gjatë Holokaustit, kur i dërguari nazist Hermann Neubache kërkoi listën e hebrejve dhe arin e tyre, përfaqësuesit tanë ju përgjigjën me një fjali që meriton të gdhendet në gur. Arin mund ta merrni, jo hebrejt. Ari ishte i tyre për të marrë, hebrejt ishin tanët për t'i mbrojtur. Kjo nuk është legjend, kjo është Shqipëria. Kryeministri izraelit Netanyahu ka vlerësuar miqësinë e hershme me popullin shqiptar dhe sakrificat për mbrojtjen e jetës së hebrejve, kur e gjithë Europa sipas tij i lëshoi në duart e nazistëve. Shqipëria ishte ishulli i paqes në oqeanin e së keqes. Dhe në fakt, të dhënat për këto akte heroike tregojnë vlerat më të mëdha të atij vendi që nderonte miqt. Kreu i qeverisë izraelite ka deklaruar se nuk do të ndalet për shkatrimin e Hamasit, edhe me mbështetjen e fortë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne punojmë për të ndalur fushinë e rrjetit të së keqes që janë në rrënjë më të thella e tashmë. Duhet të kthejmë syt nga e ardhmja, ku Hamasi të ndalet e do të ndodhë, sepse ashtu siç miku ynë Trump e ka thënë, do të ndodhë me hir apo me pa hir, kjo çarmatosje do të ndodhë. Më herët, kryeministri Edi Rama dhe ai izraelit Benjamin Netanyahu zhvilluan një takim kokë më kokë mes tyre. Pas takimit, dy kryeministra deklaruan thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, ndërsa gjatë fjalës së tij Rama tha se do të mbështesë planin për Gazën. Brenda vitit, Shqipëria së bashku me kompaninë izraelite do të nisin prodhimin e dronëve dhe antidronëve. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu kishte edhe një përgjigje për presidentin serb, i cili ka cilësuar marrëveshjen Tiranë-Prishtinë-Zagreb si një pakt për të sulmuar Beogradin. Shqipëria do të duhet të kapë ritmin e ndryshimeve gjeopolitike që po ndodhin në të gjithë globin. Për të bërë këtë, ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu shpreh se vendi ynë ka nevojë të rishikojë strategjinë e saj të mbrojtjes. Dhe vetë Shqipëria është duke përgatitur dhe rishikimin strategjik të mbrojtjes. Këto rishikime evidentojnë një fragmentim të rendit ndërkombëtar dhe konkurencën e përhershme që strukturon në një farë mënyre një lloj lufte të re të ftohtë. Ballkani mund mos jetë fushë betejë tankesh, por është padyshim fushë betejë perceptimesh, influencas konkurruese nga palë të treta.
Për shkak të këtyre rrëzisheve, vëngu e pranon që Tirana së bashku me Prishtinën dhe Zagrebin kanë firmosur edhe një aleancë të përbashkët në fushën e mbrojtjes, bashkim që nuk është pritur mirë nga Serbia. Nuk besoj se Kroacia dhe Shqipëria dhe Kosova kanë nevojë të marrin leje. Kam vënë re her pas here një sens paniku nga deklarata zyrtare në Beograd. Kjo është një marrëveshje trepalshe e cila nuk është ndërtuar kundër askujt. Madje kam qenë unë vetë i pari që kam shprehur dhe ftesë pse jo, dhe Serbia ti bashkangjitet kësaj iniciative. Për të rritur kapacitetet mbrojtës, ministri vëngu zbuloi se Kajo ka firmosur 6 marrëveshje me kompani të huaja dhe vendesa për prodhimin e uniformave deri tek artilleria e rëndë. Vëngu pranoi për herë të parë se Shqipëria ka firmosur disa kontrata me kompaninë izraelite Elbit System, edhe pse NATO ka pezulluar disa kontrata me këtë kompani. Bëhet fjalë për një kontratë e cila ka vlerën 30 milion euro, për sa i përket kapaciteteve të dronëve luftarak dhe të sistemeve antidron. Derisa të kemi udhëzime të kundërta nga NATO dhe ne patjetër do ta vazhdojmë këtë bashkëpunim. Shqipëria nuk ndihet nën presion mes BE-s dhe SBA-s për sa i përket Gronlandës. Nuk jemi mes Washingtonit dhe Brukselit, jemi brenda Washingtonit dhe brenda Brukselit. Edhe pse ende nuk ka një datë se kur vendi ynë do të firmos marrëveshjen për adherimin në Bordin e Paqes, ministri vëngu zbulon se ka komunikime me palën amerikane për angazhimin edhe me burime njerëzore. Ka disa mënyra se si mund të marrin pjesë, qoftë përmes oficerëve të shtabeve që për specialitetet caktuara kanë një vlerë të shtuar dhe do jenë shtabet e forcave të armatosura në drejtimin amerikan që do të kenë përgjigjen përfundimtare. Përveç objektivit për prodhimin e armëve Made in Albania, Ministria e Mbrojtjes ka në plan që të shtojë edhe flotën për emergjenca civile. Presidenti Amerikan bën një hap pas në qasjen e tij të ashpër në operacionet anti-imigracion në Minnesota, pas episodeve tragjike dhe trazirave. Ai po largon një komandant që përdor metoda të ashpra, duke e zvendësuar me carin e kufirit. Presidenti Amerikan Donald Trump tregoi shenjat e para të zbutjes në luftën ndaj emigrantëve të paligjshëm. Një zyrtar i lartë i emigracionit në SBA pritet të largohet nga qyteti i Minneapolis në atë që mund të shënojë një ndryshim në tonin e shtëpisë së bardhë pas të shtënave fatale të një qytetari të dytë amerikan nga oficerët federal gjatë fundjavës. Ndërsa komandanti patrullës kufitare Gregory Bovino dhe disa agjentë të emigracionit largohen, cari i kufirit Tom Homan do të fillojë të udhëheqë përpjekjet në terren në qytetin e Minnesotës, pasi të shtënat me armë zjarri ndaj Alex Pretit të shtunën përshkallëzuan tensionet. Vendimi i presidentit Donald Trump mund të tregojë interesin e administratës për të tërhequr vëmendjen nga veprimet më agresive federale në goditjen e tij mbarkombëtare kundër emigracionit. Askush në shtëpinë e bardhë përfshirë presidentin Trump nuk dëshiron të shohë njerëz të lëndohen ose të vriten në rrugët e Amerikës. Të shtënat e së shtunës mbeten në hetim aktiv. Si presidenti zgjedhur siç duhet, presidenti po përmbush vullnetin e popullit, duke arrestuar dhe larguar këto kërcënime nga vendi ynë. Është shpresa, dëshira dhe kërkesa e presidentit Trump që rezistenca dhe kaosi të marrin fund sot. Kjo është arsyeja pse presidenti Trump foli drejt për drejt me guvernatorin Walz dhe ai ka përcaktuar një rrugë të qartë dhe të thjesht për rivendosjen e ligjit dhe rendit në Minnesota. Pavarësisht njoftimit, raportimet në internet tregojnë se operacionet kundër emigracionit kanë vazhduar. Megjithatë, heqja e Bovinos mund të paralajmërojë një largim nga qasja ashpër që ai kishte inkurajuar. Ndryshimi i leadershipit erdhi si një lehtësim për disa në Departamentin e Sigurisë Kombëtare, të cilët e shohin Homanin si një dorë më përvojë, duke pasur parasysh vitet e tij në zbatimin e ligjit federal. Ndryshimi gjithashtu prit mirë dhe me lëvdata nga udhëheqësit e Partisë Republikane në Capitol Hill. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar se do të rrisë tarifat për importet e Koreas së Jugut në 25%. Vendimi erdhi pasi akuzoi Seulin se nuk po i përmbahet një marrëveshje tregtare të arritur vitin e kaluar. Në një postim në rrjetet sociale, Trump tha se do të rriste taksat ndaj Koreas së Jugut nga 15% për një gamë produktesh,
duke përfshirë automjete, lënë të druri, produkte farmaceutike dhe të gjitha tarifat e tjera reciproke. Presidenti amerikan nënvizoi se ligjvënësit e Koreas së Jugut kanë qenë të ngadalt në miratimin e marrëveshjes, ndërsa SBA-t kanë vepruar shpejt për të ulur tarifat në përputhje me transaksionet për të cilin ishte rënë dakord. Korea e Jugut thotë se nuk i është dhënë njoftim zyrtar për vendimin për të rritur tarifat për disa nga mallrat e saj dhe dëshiron bisedime urgjente me Washingtonin mbi këtë çështje. Pas bisedimeve në Abu Dhabi, Moska flet për sinjale progresi edhe pse sfidat të mëdha mbeten në rrugën drejt një marrëveshje përfundimtare. Një takim i ri është planifikuar mes Ukrainës, Rusisë edhe SBA-ve fundjavën e ardhshme, ndërsa Zelenski thotë se dokumenti me garancitë amerikane të sigurisë është gati për firmosje. Negociatat që synojnë të japin fund luftës ruse në Ukrainë, po prodhojnë sinjale progresi, por sfidat të mëdha mbeten në rrugën drejt një ujëdie përfundimtare. Kështu shpreh zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov këtë të hënë. Sipas tij, bisedimet mes të dërguarve të Ukrainës, Rusisë dhe SBA-s ditët e fundit në Abu Dhabi ishin konstruktive dhe një raund i ri planifikohet javën e ardhshme. Edhe pse nuk pati arritje të rëndësishme, Peskov theksoi se vetë fakti që këto kontakte kanë nisur në mënyrë konstruktive ishte pozitiv. Zyrtarët kanë zbuluar pak detaje nga bisedimet e mbajtura të premten dhe të shtunën, të cilat janë pjesë e përpjekjeve një vjeçare të administratës Trump për të çuar palët drejt një marrëveshje paqeje dhe për t'i dhënë fund luftës 4 vjeçare. Por presidenti Volodymyr Zelenski ka thënë se një dokument me garancitë e sigurisë për Ukrainën është plotësisht gati dhe Kievi po pret kohën dhe vendin e duhur për ta firmosur. Për ne, garancitë e sigurisë janë para së gjitha është garanci sigurie nga Shtetet e Bashkuara. Dokumenti është 100% gati dhe ne do të presim që partnerët tanë të konfirmojnë datën dhe vendin kur do ta nënshkruajmë atë. Dokumenti do të dërgohet më pas për ratifikim në Kongresin e SBA-s dhe në Parlamentin e Ukrainës. Ai shtoi se mes palëve mbeten dallime thelbësore që kanë të bëjnë kryesisht me çështjen territoriale. Sipas Zelenskit, Moska po bën gjithçka të mundur për të detyruar Ukrainën të largohet nga ato pjesë të rajoneve lindore që ende nuk i kontrollon. Por Kievi, thot ai, nuk është sprapsur nga pozicioni se integriteti territorial i vendit nuk duhet të cënohet. Këto janë pozicione thellësisht të ndryshme. Amerikanët po përpiqen të gjejnë një kompromis, tha Zelenski, që shtoi se të gjitha palët duhet të përgatiten për kompromis, përfshirë amerikanët. Sipas një zyrtari të Shteteve të Bashkuara të cituar nga mediat, negociatorët do të kthehen të dielën në Emiratet e Bashkuara Arabe për më shumë bisedime. Në takimet e fundjavës, thot ai, u diskutua për një sër çështjesh ushtarake dhe ekonomike dhe mbi mundësinë e një armëpushimi para një ujëdie gjithëpërfshirëse. Deri në sulmin e Moskës dhe Ukrainës, shumë vende të Bashkimit Evropian mbështeteshin tek gazi rus për furnizimin e tyre me energji. Por me anë të një vendimi, Bashkimi Evropian ka njoftuar një ndërprerje të plotë të importeve të gazit. Hungaria votoi kundër ligjit dhe tashmë ka njoftuar planin e saj për të apeluar në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Shtetet anëtare të BE-s kanë finalizuar heqjen dorë nga gazi natyror rus deri në fund të vitit 2027. Ministrat përgjegjës miratuan ligjin përkatës në një takim në Bruksel. Sipas ligjit, importet e gazit rus nëpërmjet tubacioneve do të hiqen gradualisht dhe do të ndalohen plotësisht deri më 1 nëntor 2027, duke përfshirë dhe kontratat afatgjata. Hungaria dhe Slovakia votuan kundër këtij ligji. Të dy vendet përmendin varësinë e tyre nga gazi rus dhe mbajnë lidhje të ngushta me Moskën pavarësisht luftës në Ukrainë. Budapesti synon ta kundërshtojë vendimin para Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, por të dy shtetet nuk mundën ta parandalonin sepse një shumicë e thjeshtë ishte mjaftueshme për të kaluar ligjin. Marrëveshja përcakton që Bashkimi Evropian do të ndërpresë importimin e gazit natyror të lëngshëm rus deri në fund të vitit 2026. Furnizimet me gaz përmes tubacioneve do të ndërpriten gradualisht deri më 30 shtator 2027. Megjithatë, një zgjatje deri më 1 nëntor 2027 është e mundur nëse shtetet anëtare të BE-s hasin vështirësinë në rimbushjen e implanteve të tyre të magazinimit të gazit me furnizime nga burime të tjera para dimrit. Ndalimi i importit është për shkak të luftës së agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. Deri në fillimin e pushtimit në vitin 2022, Gjermania dhe shumë vende të tjera të BE-s mbështeteshin shumë në naftën dhe gazin e lirë nga Rusia për të siguruar furnizimin e tyre me energji. Tranzicioni do të kërkojë kohë, kryesisht për të shmangur ndikimet e tepërta në çmimet e energjisë për konsumatorët. Si pasojë e luftës, BE-ja ka vendosur tashmë ndalime të gjera të importit për burime të ruse të energjisë, siç janë qymyri dhe nafta. Masa ndëshkuese është pjesë e një pakete sanksionesh kundër Moskës të miratuar në muajin tetor, ndërsa sanksionet kundër Moskës duhet të rinovohen çdo 6 muaj dhe kërkojnë unanimitet midis shteteve anëtare, ndryshime ligjore.
që po propozojnë tani do të jenë të përhershme. Të nderuar teleshikues, në këtu kemi përfunduar. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit @2cnn.com. Faleminderit për vëmendjen.